Me moton 80 vjet dritë dhe fjalë, u shënua 80 vjetori i gazetës së parë shqipe në Maqedoninë e Veriut, Flaka e Vllaznimit. Kjo gazetë, botuar për herë të parë më 4 prill të vitit 1945 në Shkup, ka shërbyer si burim kryesor për informimin mbi ngjarjet lokale dhe ndërkombëtare në vendin ton atë kohë. E njëjta ka ndikuar në zhvillimin e shqiptarëve në Maqedoni. Me këtë rast, Biblioteka e Tetovës organizoi një ekspozit ku u prezantua arkivi i gazetës Flaka, disa numra me dokumentime, raportime dhe lajme të ndryshme të kësaj gazete ndër vite. Drejtori i kësaj biblioteke, Binas Pajaziti, deklaroi se për shkak të dëmtimit të materialeve të shtypura dhe kufizimeve të hapësirës fizike, ruajtja e këtyre gazetave mbetet sfidë, prandaj premtoi digitalizimin e tyre që informacioni dhe historiku i gazetës Flaka të ruhet dhe të jetë në dispozicion për brezat e ardhshëm. Falë kontributit që kanë dhënë të gjithë doajenët e gazetarisë shqiptare, e pam të arsyeshme me rastin e këtij viti jubilar, 80 vjetorit, ta organizojmë një ceremoni ekspozit apo mini akademi themi përkujtimore për hir të kësaj periudhe të rëndësishme të gazetarisë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Mbajmë shpresë edhe atë se do të dalim ndoshta në një periudhë relativisht të shkurtër në hapësirat e reja dhe atëherë do të kemi mundësi që të ekspozojmë dhe për gjithë ata që kanë interes për këtë periudhë të së kaluarës, të kenë mundësi të shfletojnë dhe të shohin arkivin e gazetës Flaka. Një iniciativë që kemi në plan të ndërmarrim sa më shpejt dhe që duhet të veprojmë ndoshta brenda këtij viti është që ne do të fillojmë bashkë me kolegë dhe stafin e bibliotekës të bëjmë skanimin, gjithsesi ruajtjen digitale të gjithë gazetave, sepse për hir të vërtetës me kalimin e kohës edhe varësisht prej kushteve ku ata magazinohen dhe ruhen, rrezikojmë që një pjesë të mirë të materialit t'i humbim. Prandaj do bëjmë përpjekje maksimale në këtë drejtim, varësisht prej mundësive dhe rrethanave që i kemi, që të bëjmë digitalizimin e gjithë gazetave në kuadër të bibliotekës. Doajeni i gazetarisë shqiptare, Recep Zlatku, i cili ka shkruar mbi 3 dekada për këtë gazetë, deklaroi se Flaka ka pasqyruar sfidat dhe problematikat e kohës. Kemi rahur probleme të kohës shumë të ndryshme, kryesisht të shqiptarëve, aq sa kemi pas fuqi dhe aq sa kemi pas mundësi. Ato mundësi kemi shfrytzuar deri në fund, por ato kanë qenë të vogla. Prandaj dhe kontributi ynë nuk ka qenë dhe nuk ka mund të jetë më i madh se ç'ishte. Por falë përpjekjeve të gjithë gazetarëve, po edhe të kryeredaktorëve të saj, unë mendoj se ka luajtur një rol të rëndësishëm, dhe mos them historik, se është fjalë e madhe, por ka luajtur një rol të rëndësishëm në jetën e shqiptarëve në Maqedoni. Në rast të parë, zotërimi i gjuhës i një shqipe të pasur dhe të pastër. Këtu ka mjaft probleme në pikpamje gjuhësore dhe kujtoj se nuk i kushtohet vëmendja e duhur. Më parë kemi mbajtur më shumë llogari për këtë dhe kemi investuar, jemi përpjekur që të mësojmë sa më shumë. Në aktivitetin e sotëm gjithashtu u ndan mirënjohje për gazetarët që kanë kontribuar në zhvillimin e shtypit shqiptar ndër vite dhe kanë ndikuar në mbajtjen gjallë të kësaj gazete, megjithse Flaka e Vllaznimit ka pushuar së botuari rreth 2 dekada më parë.